E keni në kuzhinë këtë përbërës që do ta bëj lavamanin tuaj të ndriçojë nga pastërtia. Kur bëhet fjala për pastrimin e shtëpisë, lavamani i kuzhinës duhet të pastrohet çdo ditë, ndërsa shpesh nuk është e lehtë të hiqni njollat e forta nga mbetjet e ushqimit. Megjithatë, pastrimi i lavamanit nuk duhet të jetë problem, veçanërisht nëse e dini se cilat produkte duhet të përdorni. Një femër ka ndarë trukun për mënyrën më të lehtë për të pastruar një lavaman dhe asaj i duhen vetëm 2 përbërës, sodë buke dhe detergjent për larjen e enëve. Ajo ka treguar se gjithçka mund të bëhet më e thjeshtë. Gjithçka që duhet të bëni është të mbuloni lavamanin me sodë buke dhe më pas ta spërkasni me detergjent për larjen e enëve. Më pas pastrojeni mirë përzierjen me një furçë të zakonshme kuzhine dhe shplani me ujë të ngrohtë. Kjo do të largojë të gjitha papastërtitë nga lavamani dhe do t'i kthejë asaj shkëlqimin e munguar. Përdorimi i saj të paktën një herë në 3 ditë është një zgjidhje e mirë.